Për një javë në vend janë regjistruar 56 raste me grip, si dhe viruse të tjera, që është një rënje prej 32.5% krahasuar me javën e kaluar, por numri i rasteve të gripit këtë vit është më i lartë në krahasim me vitin e kaluar në të njëjtën periudhë, informojnë nga Instituti i Shëndetit Publik. Gjatë javës së kaluar janë regjistruar 56 pacientë me grip dhe viruse të tjera të ngjashme me gripin. Deri më tani gjithsej kanë qenë me grip 244 pacientë. Flasim për numra të ulta, por prapë është numër më i lartë se mesatarja dhe nga sezoni i kaluar, por ende nuk është numër i rritur. Numri me grip ende është herët për të vlerësuar se si do të shkojë sezoni, sepse ende jemi në fillim të sezonit. Jemi në javën e 4 që ndjekim gjendjen me grip. Piku i gripit është në fund të janarit deri në mesin e shkurtit, thonë nga Instituti i Shëndetit Publik. Pacientët ankohen nga temperaturat e larta, dhimbje të barkut dhe plogështi. Më shumë dominojnë fëmijët parashkollor. Persona të ri, fëmijë, por dhe pacientë të moshuar kanë simptome me dhimbje fyti, kukdhimbje, plogështi, dhimbje të muskujve. Faza akute tek të gjithë këta pacientë zgjat 1 deri 2 ditë. Pacientët dhe në kushte shtëpiake duhet të kujdesen për shëndetin, të hidratohen mirë, të marrin lëngjet e nevojshme që i humbin gjatë problemeve që i kanë, si dhe të marrin mjaftueshëm vitaminat e nevojshme, thonë nga Instituti i Shëndetit Publik. Sipas autoriteteve kompetente, vaksinimi është mbrojtja më e mirë që parandalon komplikimet e rënda nga gripi. Deri më tani, mbi 30.000 qytetarë që janë në kategoritë e rrezikuara kanë vizituar punktet e vaksinimit.